Vendi ku prehen me qindra qytetarë të Vlorës, varrezat kryesore të qytetit, prezantojnë pamje ku gjendja e tyre nuk është as pak në standardet që ata meritojnë. Kjo pasi shumica e territorit të varrezave të Vlorës është mbuluar nga barishtat dhe shkurret, të cilat fshehin gjithçka. Ndërkohë që prej më shumë se 2 vitesh në shërbimin e bashkisë është funksional një sektor i cili përfshin mbi 25 punonjës, që duhet që çdo ditë të kujdesen për varrezat e qytetit. Por, pavarësisht funksionimit të tij, varrezat e Vlorës janë në po të njëjtën gjendje, duke mos patur asnjë ndryshim. Ajo se çfarë vjet re është fakti që shumë prej barishteve dhe shkurreve në zonë kanë ndoshta vite pa u pastruar. Pavarësisht se ekziston një sektor i posaçëm me disa punonjës të regjistruar në të, gjendja e varrezave të qytetit të Vlorës ende lë për të dëshiruar. Siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet pas shpinës time, shumë prej varreve janë të mbuluara totalisht nga barishtet dhe shkurret, aq sa nuk duken më, çka tregon se për kujdesin nuk është i vazhdueshëm. Për paradoks, siç shihet edhe nga pamjet e Blu Televizion, asnjë prej punonjësve të sektorit të mirëmbajtjes së varrezave të qytetit nuk duket në terren e as në zonë. Ndërkohë që sipas qytetarëve në zonë, edhe numri i punonjësve të cilët përkujdesen çdo ditë është shumë i ulët. Në kontrast me pamjen e përgjithshme, janë një pjesë e varreve të mirëmbajtura nga vetë familjarët dhe jo sektori i mirëmbajtjes së varrezave. Ndërkohë që ka nisur edhe puna për asfaltimin e rrugëve në brendësi të varrezave, projekti vijon me ritmet e breshkës dhe njësoj rrugësh janë ende të parehabilituara.